çështja e devotshmërisë është tejet e rëndësishme, nga se çdo gjë ndërlidhet me devotshmërinë. E gjithë feja e Allahut ka zbritur se si të jemi të devotshëm, pra për të na mësuar dhe për të na edukuar se si të zhvillohemi në aspektin e devocionit. Çdo gjë që ka të bëjë me formimin dhe edukimin e njerëzit, si në raport me Zotin, pastaj edhe në raport me njerëzit në përgjithësi, realisht ka të bëjë me devotshmërinë e tij. Devotshmëria është mburojë në kuptimin gjuhësor, e ka kuptimin e mburojës. Dhe ka në kuptimin përmbajtësor, e ka kuptimin e mburojës që ne e krijojmë mes nesh dhe mes zemërimit të Allahut Madhërisëm. Pra, ngritja e vetdijes që duhet ta përjetojë secili besimtar dhe besimtare në raport me Zotin e Madhërisëm, në mënyrë që t'i përkushtohemi zbatimit të urdhrave të tij veprues dhe të kujdesemi për shmangjen e urdhrave të tij ndalues. Dietarët kanë dhënë mendime të shumta që nga koha e sahabëve rreth asaj se si definohet devotshmëria. Andaj çdo kush prej tyre në bazë të përvojës së tij, në bazë të asaj që ka përvecuar nga njohuria në mënyrë direkte nga Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam apo edhe nga rrethonat jetësore, është munduar që ta definojë devotshmërinë. Por konsideroj se definicioni më gjithëpërfshirës, më përmbledhës dhe më kuptimplot është ai i Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë se devotshmëria është el khawfu min el jalil, frikë respekti ndaj madhështorit Allahut Madhërisëm, wa rida bil qalil, të kënaqesh me aq sa Zoti ka caktuar ty prej gjitha pasurive dhe mirësive eventuale, wal amalu bit tanzil, të veprosh me atë që Zoti ka zbritur nga shpallja, wal isti'dad li yawm ar-rahil, dhe të parapërgatitesh për ditën e udhëtimit të fundit, që është udhëtimi për në ahiret. Të katër komponentet e përmendura nga Aliu radhiyallahu anhu neve na pasqyron më së miri atë se çfarë do të thotë të jesh i devotshëm. Pra, devotshmëria nuk është thjesht një pretendim, po ka disa elemente që duhen zbatuar dhe duhen ngulitur në zemrat tona dhe në jetën tona në përgjithësi.